Ekspert për çështjet e sigurisë më është bashkuar në studio për të folur për marrëveshjen e UAS së Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që do përdoret për armatimin e vendit tonë, por jo vetëm, edhe për zhvillimet në Shtëpinë e Bardhë, takimet Trump Zelenski dhe Trump Netanyahu ditën e sotme. Profesor, faleminderit. Mirë gjeta. Më jepni analizën tuaj për këtë marrëveshje që politikanët e kanë quajtur historike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një marrëveshje huaje, 302 milion dollar që do të përdoret për pajisje ushtarake të vendit tonë. Është sekrete, po aq sa dim ne. Aq sa dim, aq sa ka dhënë media dhe çfarë në analiza do të bëjmë. Po patjetër. Ke parasysh ku ti jep borxh? I jep borxh dikujt që nuk i beson? Se ky është kredi, po e them. Nuk i jep dikujt që nuk i beson, dikë që nuk e ke afër. Pra, po ta marrim kështu në këtë aspekt, edhe kjo është një kredi që është e rëndësishme për Shqipërinë, nuk është e para, janë marrë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne kemi marrë armatim, bëhet fjalë për 10 milion bollë, jam ble një pjesë këtu jam ble edhe me paratë e buxhetit të shtetit. Me buxhetin e shtetit, marrë helikopterët Black Hawk, janë një sër tjera dhe duke filluar nga 91 që fillu në vendosë marrëdhënie, janë rreth $1 miliard amerikan të dhëna në formë grantesh, në formë ndihmash, në forma të ndryshme. Pra nuk është e para kjo. Kjo është e rëndësishme sepse për momentin kur u dha, ajo ka kohë që negociohet, po ke parasysh ne negocimi ka qenë gati 2 vjeçar, ka prekur 3 ministra të mbrojtjes, Peleshi, Vëngu dhe të fundit ministri Nufi. Siç është deklaruar edhe nga qeveria që është marrëveshje me interes, është marrëveshje konfidenciale, kështu ka kërkuar edhe partneri që jep këtë. Pra ne duhet të zbatojmë ato norma që kërkon edhe ai kredidhënësi. Patjetër. Por në momentin kur u dha ishte shumë interesant sepse u mbështet, domethënë është mbështetur pozicioni i Shqipërisë në NATO, sepse NATO llogari që kishim bërë ne, jo vetëm ne, po ishte edhe Slovenia, ishte edhe Çekia, e disa nga këto vende në përllogaritjet që kishim bërë sipas një standardi që mendonim që është që s'kishim arritur shpenzimet. Ne mendonim që e kishim arritur, e kishim kap 2% dhe ishim në rregull. Gjithsesi në përllogaritjet që bën ata të ngarkuar me këtë punë, domethënë strukturat e NATO, nxorën që Shqipëria, Slovenia dhe Çekia nuk i kishin kapur këto dhe dushin me një urgjencë shumë të madhe dhe për këtë arsye u bë një shtim buxheti. U bë një shtim buxheti rreth 10.2 miliard lek ose rreth gati 100 milion euro që shkonin për mbrojtjen. Pra shkoi nga 592 miliard në 692, rreth 694. Pra kjo është një anë, ndërsa ana tjetër ishte që një mbështetje me një kredi. Vetë kredia është gati 50% e kontributit vjetor, domethënë 2% që i bie gati 1%, është vetëm kredia. Pra ndoshta ne nuk na ishte llogaritur kjo kredia. Jo, nuk ishte llogaritur. Edhe kjo u deklarua dhe në bashkëpunim me kreditdhënësit, normalisht janë vendosur kushtet çfarë do bëhet publike, çfarë nuk do bëhet publike. Në këtë mbështetimin tim është e rëndësishme sepse tregon një partneritet strategjik të fuqishëm. Edhe shtete tjera të fuqishme, të cilët kanë krijuar potencial sot në fushën e mbrojtjes, mund të themi Polonia, mund të themi Rumania, që janë në kufi me Rusinë e tjera, dhe Polonia kanë marrë kredi të kësaj forme dhe kanë vepruar kështu, domethënë kanë gëzuar besimin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe për ne është shumë e rëndësishme që kemi një partner strategjik në këtë rast që mbështet investimet tona në fushën e mbrojtjes. E para, ne marrim teknologji, po themi sigur do të ndahet pjesërisht për teknologji, pjesërisht për investime në fushën e mbrojtjes, për ndërmarrje për bashkët, për etj. Pra i krijon mundësi Shqipërisë që të përfshihet në interesat amerikanë dhe në teknologjinë amerikane. Kjo është e rëndësishme. Kjo është mjaft e rëndësishme. Edhe nga ana ekonomike, mendoj se nëse këtu do hapen një ndërmarrje për bashkë, do punësohen njerëz. Edhe nga ana ka një afat shlyerje të gjatë, rreth 12 vjeçare dhe brenda 4 viteve mund të aktivizohet, pra mund për një periudhë 4 vjeçare
Edhe me një interes preferencial. Patjetër, sepse nëse ti do porosish sot helikoptera për shembull, nuk e merr nga magazina të ta japë. Patjetër. Duhet ta prodhoj, kështu që. Duhet ta prodhoj sepse nuk është çudi që dikush nesër thotë, "Ora u dhan, u morën 300 milion ku shkon?" Se sa erdhën helikopterët. Se erdhën helikopterët. Kështu që unë mendoj që është me interes për Shqipërinë, pavarësisht shikon në Shqipëri, lojrat politike dihen. Ke parasysh kur them Shqipëri, kur bën Shtetet Bashkuara të Amerikës, pastaj çfarë mendon? Aty u pat përplasje të madhe për buxhetin e vitit të ardhshëm, për buxhetin ushtarak, që është ligji për. Jo, këtu palët kene ishin dakord edhe opozita, po thjesht ishte me çështje procedurale. Kështu që në farë mënyrë mund vjen mirë që për interesat e sigurisë kombëtare nuk ndahen në parimet kryesore, domethënë forcat politike. Kështu që e vërtet. Ne konkretisht, profesor, si vend antar i NATO, si një vend ballkanik, në 6 shtetet e Ballkanit, 3 prej tyre janë antarë të NATO-s, që është Malizi, është Shqipëria, që është edhe Maqedonia e Veriut. Nuk rrit edhe Kosovën, se NATO është në Kosovë. Nga që është NATO-ja në Kosovë. Dakor, po antare zyrtare janë këto 3 shtete. Çfarë do të na duheshe në realitetin e sotëm ku ne jetojmë me 2 luftra në Ukrainë, me atë në Iran, çfarë do t'i duheshe një vendi ballkanik si Shqipëria, që është edhe si thua muri i vendeve të NATO-s me të tjerët që nuk janë në NATO? NATO ka këtë parim që njëherë duhet jesh i Zoti veti, pastaj sepse edhe ndihma ka rregulla për të ardhur ndihma në rast të kështu. Ke parasysh Ballkani ndodhet në një midis sigurie shumë i dyshimit. Domethënë ka fuqi të huaja që kanë interesa për Ballkanin. Patjetër. Interesa që fshin që nga interesa destabilizuese siç mund të ketë Rusia, por edhe interesa tjera ekonomike, siç është Kina. Ka qenë edhe Irani, po edhe Irani nuk është se hyni luftë Irani dhe hoqi dorë. Ata funksionojnë ndryshe, celulat e tyre apo qëllimet e tyre në Ballkan dhe kudo edhe në Europë, nuk është se ndodhen një dekapitim udhëheq atje dhe pushuan se funksionuar. E vërtet. Dhe nga ana tjetër, mos harrojmë që Serbia bën miliarda dollar investime në fushën e mbrojtjes. Dhe në vendet që përmendë ju që jemi vende antarë të NATO-s, ne jo vetëm duhet bëjmë investim, po në fushën e mbrojtjes, që kjo është një farë përgjigje për aq sa mund të jetë, por duke vepruar edhe nëpërmjet krijimit të aleancave, mini aleancave brenda Ballkanit, por edhe në kuadrin po themi nën kujdesin e NATO-s. Siç ishte ajo Kroaci, Shqipëri dhe Kosovë. Por ne në këtë është tash për sa i përket armave që kërkohen, ne ndryshe nga Serbia, ne kërkojmë armë mbrojtëse, nuk kërkojmë armë sulmuese. Ne jemi në mbrojtje dhe duam të mbrohemi nga agresorët. Nuk është se Serbia ka synime tjera. Serbia, sistemet raketore që ka marrë nga Kina janë ofensive, nuk janë defensive. Ne kemi marrë raketa Javelin, kemi marrë, mund të marrim tjera sisteme, pra ne duhet të forcojmë fuqinë e zjarrit në mbrojtje. Kjo është thelbi i këtyre marrëveshjeve. Në këtë situatë të re gjeopolitike, ky në dijenin tuaj, profesor, është një program i veçantë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vendet anëtare të lindjes që janë edhe pjesë e NATO-s, ku përfshihet edhe Shqipëria me dhënien e UAV për të blerë armatime, se ne po ngrem shumë pyetje se s'dim detajet të dokumentit. Programi është një program që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës për të mbështetur vendet ku ata kanë interes strategjik. Nuk është vetëm për vendet anëtare. Nuk është vetëm për vendet e NATO-s. Jo. Ata që quhen partnerë, pra është një program që ata mbështesin dhe edhe japin kredi atje ku ata kanë interes strategjik. Pra nuk diskutohet që mund të japin edhe në zona tjera, në zonën e Indo-Paqësorit, në këto vendet e tjera. Pra mund të japin, nuk është se është një program që është specifik brenda për NATO. Vetëm brenda për NATO. Është lajm i mirë në prag kur ne presim të mësojmë ditën edhe muajin se kur do të mbahet vitin e ardhshëm samiti i NATO-s në Shqipëri, se dim që do mbahet, por datën nuk e kemi. Është lajm i mirë për ne. Këto as harroje samitin e NATO-s, mos ishin bërë këto veprime. Nuk ndodhte samiti i NATO-s. Absolutisht, po do të ishte një vend që nuk plotëson standardet minimale, se 2% që është bërë standard minimal tash. E vërtet. Në kuadrin e investimeve për vendet anëtare të NATO-s.
ti tash do të kapësh 5% që nga të cilët 3% do jenë përsëri investime direkte në armatime etj, por edhe një 3.5%, 1.5 ose 2% mund të jenë pastaj investime në fushën infrastrukturës në mbështetje të kësaj. Dhe ky do të arritet deri në vitin 2035. Domethënë unë mendoj që Shqipëria nga kjo situatë do të ketë nxjerrë mësime në aspektin që herë tjetër të mos lehet në momentin e fundit gjërat të llogaritën të bëjmë përqindje kaq përqind në momentet e fundit, por të bëhet që në fillim. Pra, tashmë samiti i Hagës e përcaktoi 5%. Përcaktoi 5% dhe Shqipërinë. Në samitin e Turqisë, pra në samitin e Ankaras, ja është vendosur nuk ka më premtime, ka realizime. Kur vi samiti i Tiranës do japën llogari gjithë sa përqind e kanë bën mbi 2% edhe sa duan me arrit 5%. Pra në këtë mënyrë kjo është shumë e rëndësishme. Në një farë mënyrë Shqipëria plotson edhe këtë standardin dhe edhe ishte shumë normale që të vijë në dyshim ajo që nëse ne s'do kishim ushur, nëse ne nuk do plotësoshim standardet, atëherë do të vijeshë në pikpyetje organizimin e një vend që nuk ka plotësuar, sepse nuk jep modelin e mirë. Nuk mbështet modelin e mirë. Kështu që lajmi i mirë edhe në këtë drejtim për të mbajtur një samit të NATO-s në Tiranë. Shiko, samiti është vendosur, që është vendosur në Hag, është rikonfirmuar në Ankara që do të mbahet. Këtu problemi është kur do të mbahet, sepse vetë NATO-ja ka paraqitur që ka problematika në aspektin që edhe mund mos bëhet vit për vit. Këtë do ta diktoj edhe dinamika. Por nëse nuk bëhet vit për vit, që thotë nëse s'bëhet në 2027, në 2028 ne na qëndron automatikisht. Samiti i radhës sot. Samiti i radhës është në Tiranë. Normalisht që kështu i bie. Pastaj nëse ka zhvillime të tjera gjeopolitike, kanë interesa strategjike të tjera, fuqitë e mëdha, po e themi ato që vendosin kryesisht e Bashkuara, Gjermania, këto tjera, pastaj edhe mund të shqiptarin, po unë nuk mendoj. NATO është serioze, janë bërë deklarata zyrtare, nuk e vërtet. Pra edhe nëse zmbahet për çështje të brendshme të NATO-s në 2027, në 2028 ne jemi prapë. Ke për humor tash, ata thonë kush merret me Trumpin çdo vit kur vjen në samit NATO-s. Kështu që Trump më mirë një vit po një vit pushim. Profesor, kalojmë tek zhvillimet ndërkombëtare që sot patyshim syt janë në Shtëpinë e Bardhë. Donald Trump pret Benjamin Netanyahu, kryeministrin e Izraelit, për një situatë që është jo vetëm Irani, është edhe Gaza, është edhe situata në Liban, por edhe Zelenski, presidentin e Ukrainës, për diskutuar detajet e premtuara për një fund lufte edhe mes Ukrainës edhe Rusisë. Duhet të presim lajme nga Shtëpia e Bardhë në këto dy takime, se nuk janë biseda që mund të zhvilloheshin në telefon. Të dy janë takime shumë të rëndësishme, janë takime që janë koordinuar, domethënë, me pjesëmarrjen e këtyre dy liderëve në një ceremoni mortore, atje që mahet ceremonia mortore për Lindy Graham, për senatorin amerikan, dhe nuk janë koordinuar në mënyrë të tillë që të kenë mundësi këta dy. Po unë di këtë që Izraeli ka ngulur shumë kamp për këtë takim, sepse Trumpi disa herë ka refuzuar për të dhënë një mësim herë Netanyahut që duhet ta di nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës hyn luftë edhe për interesa e Izraelit, jo vetëm për interesat e veta, duhet ta di që duhet si tha zëvendës presidenti amerikan, duhet ta di që Amerika është miku vetëm që kanë. Po, e vërtet. Kështu që në këto kushte shumë e rëndësishme, Izraeli duhet edhe po ta shohësh ka marrë një pozicion edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë kërkuar që ta nxjerrin përsëri në vit parë, pra që të bëhet një sulm i koordinuar, por janë përfshirë vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës në mënyrë për t'i dhënë një mesazh edhe Iranit, që nëse ata do të përfshihen, do të ngacmojnë nëpërmjet proksive, nëpërmjet Hezbollahut, atëherë edhe Izraeli do të përgjigjen. Nëse ata nuk ngacmojnë, nuk përgjigjet as Izraeli. Këtë ka bërë qartë Shtetet Bashkuara të Amerikës, e ka bërë qartë edhe Izraeli. Nga ana tjetër, nëse Irani merr përsipër që të zbatojë një marrëveshje ku domethënë ne nuk mund të mendojmë që mund të heqë dorë më njëherë nga proxy dhe por që ti majnë nën kontroll. Si tha, ti majnë nën kontroll me zinxhir. I takon atij ti maj, sepse ai krijoi edhe i ka mbështetur gjithë këto vite. Dhe ai duhet t'i mbajë nën kontroll. Dhe kjo është e rëndësishme për arritjen e paqes atje. Pastaj
Pas kësaj faze janë marrëveshje pastaj që do të bëhet midis Libanit dhe pra marrëveshja nuk do bëhet me Hezbollahun. Hezbollahu është patjetër do bëhet me shtetin e Libanit. Me shtetin e Libanit normalisht do kërkon që të bëhet një shtet funksional, dhe është një problem shumë vete. Europa ka interesa në Liban edhe është një shtet që duhet bëhet funksional. Po shteti bëhet funksional nëse Hezbollahat çarmatosen, nëse Hezbollahat kthehen nga një forcë ushtarake në një forcë politike. Ata janë forcë politike, po të heqin dorë nga krahu ushtarak. Kështu do të funksionojë. Nëse nuk funksionon kështu, nuk do kemi paqe asnjëherë. Por gjithmonë është urdhrat jepen nga Teherani. Ja, do qëndrojmë tek Irani, pastaj do të pyes për takimin e pritshëm me Zelenskin. Donald Trump tha se negociatat, po zhvillohen negociata shumë miqësore, është optimist për fundin e kësaj lufte. Tani jemi ende tek opinioni publik, se janë deklaratat nga do sulmojmë termocentralet, urat, tek negociata miqësore që mund të shkojmë tek një marrëveshje me Iranin dhe lufta mund të marrë fund së shpejti. Po besoj të Trumpi është mjeshtër për këtë punë, besoj që kjo ndikoj edhe në tregjet, ndikoj më njëherë në tregjet. Siç u rrit çmimi i naftës, pësoj një ulje nga deklarata. Një ulje dhe ka një diçka, anë që të dy palët janë interesuar të kthehen në tavolinën e bisedimeve. Të dy palët janë të lodhura, të dy palët tashmë po bëjnë një luftë konsumi. Të dy palët janë të interesuara, po të dy palët pastaj përpiqen, siç ndodh në të tilla raste, që të ulen në pozita force. Kushtjet më i fortë përballë kundërshtarit. Për të diktuar. Kështu që ndërmjetësit në këtë rast që po punojnë për një plan paqe, për rikthim në tryezën e bisedimeve, se plani i paqes është larg shumë për ta diskutuar, synojnë në radhë parë që të kenë mundësi që gjëja të kthehet në para agravimit të konfliktit, para 12-13 ditësh që ndodhi, pra të kthehet kjo situatë. Dhe presidenti Trump dha sinjalet i pari, me datë 23 deklaroi që ka dha urdhër që mos sulmoj dhe është normale Po ne kemi nevojë për një armpushim afat shkurtër apo afat gjatë? Se filloi afat shkurtër një herë, pastaj varet do t'i kthehen, tash do të jetë funksional ai, sepse të dy palët kanë hequr dorë nga memorandumi i mirëkuptimit. Ai memorandum që në fakt shumë u keq kuptua. U qytë mirëkuptimi, po u keq kuptuar shumë, pothuajse çdo pikë u keq kuptuar. Tashmë është detyrë e negociatorëve për dokument të ri. Qofse nëse do të rikthehen asaj që është, duhet të qartësohet në detaje çfarë nënkupton pika 1, çfarë nënkupton pika 2 për këtë veprimet e këtij, veprimet e tij. Sepse ndryshe nëse ti e kupton sipas shefit atë, unë e kuptoj sipas shefit tim, të nesmen mund të ndodhë përsëri përplasja sikurse edhe ndodhi. Ndodhi në të vërtetë. Kështu që besoj se mund të gjetë ai format ose mund të gjetë në format tjetër, domethënë. Po në këndvështrimin tim një memorandum, po themi një paramarrëveshje më të arrirë për Iranin nuk mund të ketë. Irani t'ju dhanë shumë karrota, Irani po është ajo strategjia e tyre që gjithmonë ngrej steken edhe kërko me kërkesa maksimaliste. Kjo ishte gabim, vetëm të mendosh vetëm një premtim për 300 miliard investime nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendet e gjirit është njësoj si, për të mos e thënë kështu në atë gjuhën e luftrave botërore, është si pagim reparacionesh. Po nuk u quajt pagim reparacion, por u quajt ndihmë për rimëkëmbje. Pra në një farë mënyrë kaq këtë duhet ta ashtu, edhe kjo ishte një gjë shumë mirë, nga memorandum mirëkuptimi në memorandum keq kuptimi, kështu që. Edhe shohim shpresohet sepse të dy palët unë nganjëherë më duket sikur Irani sepse niveli besueshmërisë midis palëve është në pikën minimale. E vërtet. Sulmet janë dalur nga të dyja palët, por në Teheran ka rezistencë, ka ndalim sulmesh, por jo gatishmëri për negociata dhe për ulje në tavolinë, sepse është ajo ndarja, qeveria, presidenti, garda revolucionare. Ky është një problem i madh që vonon procesin e uljes së tavolinës bisedimeve. Kjo është mënyra organizimit të shtetit iranian. E kupton, duke qenë një sistem i decentralizuar në aspektin edhe të vendimmarrjes bile, secili garda revolucionare ka kompetencat e veta dhe nuk do të ditë ma kontakt vetëm me nuk marr as me qeverinë as me të, po marr vetëm me atë liderin shpirtëror që ata kanë, dhe për të kontaktuar me të do duhet kohë
pra mund ndodhi incidenti, mund shuhet incidenti, edhe pastaj mund kthehet përgjigja nga apo edhe me dokumente siç ndodhte gjatë negocimit. Është një problem i madh. Gjithsesi ky është një problem që Irani duhet të tregojë seriozitet kur tulet në tavolinën e bisedimit, sepse edhe kur në shku marrëveshja dhe filloi procesi i paqes dhe më pastaj kur u goditën anijet e Katarit dhe që u rifilloi lufta, ata u shprehën që nuk ishim djeni, nuk ishte gane, pra me një farë justifikimi, pra krau, por në këndvështrimi ishte një goditje edhe për të rregulluar balancat brenda Iran pra midis kraut po e quaj konservator dhe atij me pak liberal. Pra sepse e panë që krau me pak liberal po fitonte një çiksi supremaci dhe po lënden hiq kraun konservator. Kështu që ata i dhanë një goditje për të siç duket për të qenë të dyzuar, për të qenë të dy palët bashkë. Ditë armë pushimi nuk ka sulme, por në Amerikë është hapur debati i madh se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë mbaruar edhe rezervat për të sulmuar, për të vijuar operacione. Donald Trump i ka hedhur poshtë të gjitha këto lajme, po ashtu edhe administrata e tij. Tani mund t'i mbarojnë armatimet Shteteve të Bashkuara të Amerikës kur i bëhet llogaria nga 28 shkurti deri më sot gjithë këto muaj lufte? Nuk është se mbarojnë, po kur ti afrosh se rezerva strategjike nuk mund preket. Rezerva strategjike është kur përfshihesh një luftë të përmasave tjera. Por që këto janë ato që do të thotë se municionet po shterojnë, pra po i afrohet nuk duhet të shkojë drejt konsumimit të fillimit të konsumimit të rezervës strategjike. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se presidenti Trump i takon të thotë ashtu që mos ngjallet panikë etj, po ishte vetë New York Times që deklaroi domethënë që kjo sulmi amerikan u shty sepse nuk ka deficiencë në sistemet raketore etj. Gjithsesi ata prandaj për vitin që vjen kanë parashikuar një plan shumë të madh, 1.15 trilion dollar që do jenë për investime dhe pikërisht ato do të jenë pikërisht për të përmbushur këto rezerva, për të rikrijuar rezerva, sepse me këtë plan që ka bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës është aftë që të majë në konfliktin në dy tre vende, pra të ketë këtë mundësi që të përgjigjë dy tre zonave. E vërtet. Rezervat në ç'moment moment i prek Amerika, profesor? Në këndvështrimin tim, rezervat mund t'i prekin nëse fillon një luftë për masat më dha ku cënon në rënd interesat amerikane dhe kur lufta bëhet me fuqi të madhe. Kjo është çështje protokolli që ata e kanë. Besoj se po. Unë nuk është se e di protokollin, por në analizë logjike. Në logjik. Ata i mbajnë brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo edhe në bazat e tyre të shpërndara nëpër botë? Kanë edhe bazat e tyre të shpërndara, kanë edhe në Europë, kanë bushet bërthamore amerikane janë të shpërndara edhe në Europë. Nuk di edhe në bazat e tjera të tyre. Por veç kur kanë bushe bërthamore, imagjino nga sistemet tjera që ruan. E vërtet. Ndërkohë, ndërsa diskutohet për ulje në bisedime, vendi që ka negociuar gjatë gjithë këtyre muajve që është Pakistani, prej andej kanë dalë lajme që janë shpërndarë në mediat botërore që Amerika dhe Trump ka dhe një skenar tjetër përveç tavolinës për të hyrë me trupa toksore në Iran, pra një variant që ka qenë që në fillim të vitit në fakt. Por këtë herë është rikthyer kur priten palët të ulen sërish në bisedime. Po sepse këtë herë ajo po jepet Irani, këto janë edhe mesazhe që jepen në fakt, për t'i treguar që është edhe plani B, domethënë nëse ti nuk bie dakord me këtë, është edhe plani B. Por unë nuk mendoj që është zgjidhje strategjike lufta toksore, mund të jetë e pjesshme, që do të thotë domethënë Shtetet e Bashkuara kanë punuar gjatë kësaj kohe, pothuajse për një thellësi, për të krijuar një kordon bregdetar, po e themi të territori iranian në një thellësi caktuar 20, 30, 40 kilometra që është në bus Hormuzit. Pra, ata zonat caktuar mund të marrin në kontroll, portët kryesore në aty dhe mund të marrin ishujt, ata tre ishuj që mes tyre edhe kargun. Edhe kargun që është diskutohet, qeshëm edhe një ishull tjetër më i vogël. Pra, mund të merren këto. Unë këtë do ta quaja sulm toksor. Në këndvështrimin tim nuk mund të bëj, nuk ka kapacitete, nuk ka përgatitje një herë
ke parasysh kur u bë sulmi në Irak, morën pjesë mbi 240.000-250.000 forca amerikane dhe angleze, edhe britanike në atë kohë. Kështu që aty nuk ke më shumë se 50.000 të stacionuar, kështu që këto që janë përgatitur dhe duhet gjykuar edhe nga përgatitjet që janë bërë nga forcat parashutiste, pra bëhet fjalë për zona të caktuara, Nuk mendohet Irani është 1.2, 1.3 kilometra katror dhe e vërtet, dhe ka gati një ushtri për 1 milion vetësh. Struktura ka ushtrira paralele, ka struktura të cilet pastaj nuk do jetë e këshillueshme dhe shiko, një konflikt e tillë nuk ke mundësi pasaj të tërhiqesh. Dhe presidenti Trump në filozofinë e tij nuk ka këto konflikte të afatgjata. Dhe prandaj ai është inatosur keq po themi me Iranin, bile ka kaluar nga pritshmëritë e tij se sa do të zgjaste kjo luftë me Iranin. Mendoj, siç duket edhe nga bindja që i bën, u ndikua edhe nga garancitë që dha Izraeli, që sapo të azhësohet leadershipi Irani do bjerë, gjë që nuk inteligjenca izraelite sado që nuk ka arritur ta njohë mirë psikologjinë iraniane. Irani ka qenë perëndori dhe nuk mund të bjerë shteti. Ka një porosi të dhënë nga themeluesi i Republikës Islamike, Khomeini, jo Khomeini, Khomeini po i pari. Dhe ai i është drejtuar strukturave që në momente të caktuara, dhe më thonë, mbjetesa shtetit, po e them me fjalët e mia, unë po thelbi është kjo, mbjetesa shtetit është përparësi në raport edhe me përcaktimet islame. Pra, ka përparësi, pra shteti, interesi kombëtar, ka përparësi në raport edhe me fenë islame. Kjo, po të ishe marrë parasysh kjo, do të kishte mbaruar më shpejt. Do të kishte mbaruar më shpejt, po edhe nuk do të ishin ndërmarrë këto veprime që u ndërmarrën. Një moment tjetër interesant është nga vizita e Donald Trump në Ankara gjatë samitit të NATO-s atje, u diskutua raporti ose ramën shumë në sy raporti shumë i mirë i tij me Erdoganin, marrëveshjet që do të ketë Turqia dhe SHBA-ja, një pjesë e heqjes së sanksioneve, po ashtu edhe në gjithë të trekëndshën Turqi, SHBA, Izrael, historia e avionëve F-35 që Turqia do të marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Besoj ju e ndoqët se si e pyetën Trumpin gazetarët, a është dakord Izraeli dhe Netanyahu që avionët do të shkojnë në Turqi? Shiko, unë nuk do të quaja pa rrezik pyetjen që është bërë dhe pa një bazë të vërtetë, sepse lobët e fuqishme izraelite, lobët e fuqishme greke, po punojnë jashtëzakonisht që Turqia të mos përfitojë nga ky program. Dhe kanë bërë gjitha përpjekjet dhe po bëjnë të gjitha përpjekjet. Mos harrojmë që ka lobët e fuqishme izraelite dhe ka lobët e fuqishme greke. Sipas këtyre, domethënë kjo dhënia e të drejtës Turqisë për avion F-35 prish ekuilibrat. Çfarë ekuilibra prish? Kemi Izraelin, Turqinë edhe Greqinë. Ku janë ekuilibrat që prishin? Ekuilibrat thotë që ne kemi supremaci, ne dy shtetet që kemi F-35. Nëse ka dhe Turqia barazomi, pra nuk kemi supremaci. Por Trumpi, me sa duket, ka një ide tjetër. Trumpi thotë jepi të 3 palëve dhe të bien rehat të 3 palët. Kështu do kenë frikë njëri tjetrin. Po. Aq më tepër që Turqia dhe Greqia janë 2 vende anëtare të NATO-s, edhe Izraeli është aleati strategjik i Amerikës. Me histori përplasje janë, domethënë. Patjetër, edhe me kërcënime edhe në ditët tona, kështu që. Kështu që është një histori që Trump duket se e ka zgjidhur profesor vet nga raporti personal që ka me Erdoganin dhe quan mik dhe aleat të Amerikës. Ai ka thënë që domethënë unë kam marrëdhënie shumë të mira me Erdoganin dhe ai ka besim në leadershipin e Erdoganit. Dhe kjo ndërkohë takimi tjetër në Shtëpinë e Bardhë sot është ai që unë përmenda në fillim në nisje të bisedës mes Donald Trump dhe Zelenskit. Presim lajme kur Irani është ende i pambyllur, nuk e dim do të vijojë lufta apo do të kemi paqe me frontin e vitit të 5 në Ukrainë? Unë quaj një rikthimin e presidentit Trump si negociator, se në fillim e gati thuj se hoqi dorë, pasi dështojnë disa jo përfajti, domethënë,
rikthimi i tij është një lajm i mirë edhe për ukrainësit, por edhe për Rusinë, por edhe për paqen në Europë. Është lajm i mirë sepse me leadershipin e tij ai mund të ndikojë. Por presidenti Trump është e rëndësishme edhe për Ukrainën se presidenti Trump është kthyer në këtë rol, por jo ai Trumpi i para Alaskës dhe i pas Alaskës. Është një Trump tjetër tashmë, është një Trump që Zelenskin e shef si partner. Nuk e shef Zelenskin si që t'japi urdhra. Që t'japi urdhra, të flasim kështu, domethënë, si s'desha ta them. Pra, edhe kjo është, edhe Zelenski e din këtë, domethënë, edhe kjo u pasi domos në samitin e NATO-s ku një ditë përpara Trump bëri një bisedë telefonike me presidentin Putin, normalisht duke ruajtur ato kanalet e komunikimit të tyre dhe tha që do bëjë një tjetër pas samitit natë, por pas nuk e bëri, sepse në takimin me Zelenski atij si duket ju dhan garanci nga ana Zelenskis që situata në front, situata në thellësi flet për gjëra tjera. Pra ne jemi në gjendje të mbrojmë, plus asaj edhe mbështetja nga NATO, nga shtetet e Europës ka qenë e madhe. Edhe në këto kushte kjo është lajme mund të priten, çfarë mund të ketë. Nuk është se do të ketë zgjidhje më njëherë në këndvështrimin tim. Por se ky takim vjen edhe pas deklaratës së 2 ditëve më parë që bëri Vladimir Putin kur tha ajo pjesë e Ukrainës do të coptohet mes fqinjve. Nisa ata është pjesë e luftës propagandës që ai bën. Gjë që shiko sot vetëm të jesh një mosnjohës, nuk po them në fjalë fyzike, po të mosnjohësh realitetin, mendosh që ajo pjesë tjetër e Ukrainës do të ndahet. Ushtria e Ukrainës sot është ushtria më e fuqishme, po të them unë ty, më e fuqishme në Europë nuk diskutohet, po është një nga ushtrit më të fuqishme në botë. Të përballosh 4 vite gjysmë luftë, ta fillosh nga ajo gjendje që diskutohej që të jepësh strehim politik Zelenskit. Dhe të arrish sot të godasësh 2000 deri në 3000 kilometra thellësi në Rusi dhe t'ja zerrosh thellësinë strategjike e Rusisë, t'ja çosh luftën te pragu derës, nuk e pa imagjinueshme. E ka qenë e pa imagjinueshme edhe për Moskën edhe për Kremlinin zyrtar që goditja do ishte në thellësi nga Ukraina, profesor? Ka qenë fare duket ata synimi tyre ishte një rrëzim shpejt i qeverisë dhe pastaj tjerët ata do t'i zgjidhin vetë. Por që gjërat nuk shkuan ashtu dhe gjërat po shkojnë shumë më keq për Moskën. Pavarësisht se shiko ata kanë raketa, por nuk mund t'i zgjidhin. Nuk ndryshojnë raporte strategjike duke goditur me rakete. Ja do godasin, do vrasin disa. Ndërkohë këta po godasin themrin e akilit, po godasin kush është fuqia ekonomike e Rusisë, është eksporti i naftës. Kush është fuqia pra këto ata po godasin dhe kanë arritur po shkojnë 42.7% ishin shifrat zyrtare të aftësive goditëse. Jo, të aftësive përpunuese të naftës që janë goditur. Po 42.7 është shumë. Domethënë është shumë, do të thotë që edhe këto shifra janë të vërteta se desa u shfaq kriza e benzinës është shumë domethënëse dhe kriza e benzinës mund të çojë në krizën e drithrave, sepse mekanizmat efekti zinxhir, mekanizmat bujqësor punojnë në mënyrë të tillë. Pra, kjo është plus asaj që linjat e eksportit, pontilet janë goditur pothuajse të gjitha. Ke parasysh që flota e detit Azov është pothuajse e shpartalluar e gjitha. Pra, edhe në detin e zi ata operojnë me shumë vështirësi. Pra mund themi që në këto kushte ku jemi, ndoshta Rusia është më interesuar për fundin e luftës. Po do gjendet ata duan në këndvështrimin tim edhe duhet ja japin një zgjidhje kështu që e do një trofe ai për ta shitur brenda Rusisë. Po, e do një trofe për brenda vendit. Mendohet që mund të bëhet në variante një plan, nuk është se mund të ketë një armë pushim, por të ketë fillimisht mund të jetë një armë pushim të mos ketë goditje nga ajri. Apo të mos goditje në objekte strategjike. Këtu duhet ta shohim mirë Ukraina, sepse Ukraina nuk duhet të pranojë një armë pushim që i heq asaj armën kryesore strategjike që ka, goditjen në thellësi.
sepse këte ka Ukraina që po e detyron, nuk ka gjë tjetër. Dhe nëse këtej e fut pjesë të marrëveshjes paraprake, kjo do jepte fuqi Putinit që të avanconte në terren. Avanconte të forconte fuqinë në goditjen në terren, ata para 3 ditësh bën një inkursion doshin të çashin frontin, por nuk arritën dot ta çajnë, sepse tashmë ajo po themi parashikimi është shumë i saktë në aspektin me kontroll me dronë, me kontroll vizual, me e tjerë të cilët Ukraina i ka zhvilluar shumë dhe nuk arritën dot ta çajnë dhe Ukraina po e man fort frontin dhe po sulmon shumë në thellësi. Po kështu edhe Rusia po përpiqet të deportojë në front, por nuk po jep rezultat dhe po godet edhe në thellësi. Kështu që të presim lajmet nga takimet dypalçe Trump-Zelenski dhe Trump-Netanyahu. Nëse këta binë dakord me Ukrainën, sepse për ne është tashmë Ukraina është partner. Nëse këta bien dakord për një propozim konkret. Pra dikur i bënte Trumpi propozimin direkt me Putinin, tashmë do bisedohet me Zelenskin. Dhe fakti që erdhi kjo puna tek biseda me Zelenski ka qenë edhe këmbgulje shumë e Europës. Fillimisht evropianët mbështetën Zelenski dhe ka qenë një nga mënyrat që ata mbrojtën interesat edhe të Ukrainës, por edhe interesat e tyre. E vërtet, të gjithë kontinentit. Të presim zhvillimet që të kemi. Profesor, të falenderoj shumë për kohën, analizën, kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit. Do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi drejt për drejt pas pak.